Inteligjenca artificiale është mik apo armik? Pyetja mund të thuhet thjesht, por nuk ka një përgjigje të thjeshtë. Pra, do të kemi parasysh që kemi pasur këto 3 vitet e fundit, shumica e popullatës ka filluar të dëgjojë për inteligjencë artificiale. Para 3 vitesh, vetëm në range shumë të... që kur themi inteligjencë artificiale, të gjithë mendojnë ChatGPT, pra nuk e bëjnë edhe kjo është një diferencë e madhe, pastaj është një pak. diferencë e madhe edhe kjo, por në përgjithësi inteligjencë artificiale nuk ishte pra kaq e prekshme. Dhe në momentin kur, dhe këtu bëhet ajo lidhja me ChatGPT-n, në momentin kur ky ChatGPT-a, që është një shërbim i cili na jep në mundësinë të aksesojmë dhe të dialogojmë me një model të inteligjencës artificiale që është mbrapa tij, ky u bë publik dhe u bë i hapur që të përdorej nga shumica e popullatës, pra është pa pagesë për shumicën e funksioneve, pastaj ka dhe versione me pagesë. Në këtë moment ne fillon ta dëgjojmë shumë. Dhe sigurisht gjëja ishte shumë e re, shumë interesante. Fillon ta vinim në provë, ato provat standarde që gjithmonë pra pyetje të ndryshme të cilat pastaj kanë përgjigje të ndryshme që ne mundohemi. Filluam të kuptojmë që shumë avancuar. Dhe në këtë moment, patjetër, sa më shumë që shtohet të përdorimi dhe kemi pasur pastaj dhe shtimin e madh të shërbimeve të bazuar në inteligjencë artificiale, që gjenerojnë imazhe, gjenerojnë video, gjenerojnë shumë informacion. Në këtë moment fillon të bie pastaj në çik ajo pjesa e errët, pra ajo hija e errët që a është mik apo armik. Pyetja është shumë e bukur, nuk mendoj që ka një përgjigje definitive. Jemi akoma në hapat e para të faktit të prekjes të këtyre modeleve, po zhvillohen vazhdimisht. Shpresojmë që gjatë gjithë kohës t'i përdorim ato për të mirat që ofrojnë, pra për benefite.